Matt Gjoni lindi me 11 korrik të vitit 1953 në fshatin Katërkoll të anës Smalit dhe vitet e para të jetës i kaloi në fshatin e tij në Selit, ku edhe hapi syt për herë të parë ndaj botës që e rrethonte. I rritur në një familje modeste, ai ndjeu herët të rëndësinë e shkollimit dhe punës. I ati një ri me vullnet të palëkundur dhe për kushtim të madh ndaj familjes, dha çdo përpjekje të mundshme që fëmijët e tij të kishin mundësi të arsimoshin. Ishte pikërisht këmbgulja e tij që ndikoi që Meti, vëllai i tij Dauti dhe motra Zylfia të ndiqnin rrugën e dijes. Shkollën fillore me Gjoni e përfundoi në vendlindje, ndërsa studimet e mesme i kreu në gjimnazin e Ulqinit. U dallua për përkushtimin në mësime dhe zellin për të përparuar. Me një vizion të qartë për të ardhmen, ai vazhdoi studimet në Fakultetin Teknologjik në Universitetin e Zagrebit, ku diplomoi në vitin 1980. Me vonë në vitin 1994 përmbylli edhe studimet pasuniversitare në të njëjtin institucion. Aftësia për të kombinuar përkushtimin ndaj shkencës me realitetin praktik u pa qartë në rrugtimin e tij profesional që pasoi. Përshëndetje shikues të ekranit të televizionit të UTA, jeni me mua Junida Trume në emisionin Portreti, ku takomi çdo të hënë në orën 8:30. Dhe sot kam trukitur në një derë tjetër për të marrë biografinë e një personazhi tjetër. Sot dyert e shtëpisë mi ka hapur Matt Gjoni, ai i cili do të na flasë më shumë për jetën e tij, si atë profesionale, por do të shkojmë pak edhe tek personalja. Faleminderit që keni hapur dyert e shtëpisë për neve, por edhe për televizionin të UTA dhe gjithë shikuesit. Mirë se keni ardhur, faleminderit. Jeni të mirë se ardhur gjithmonë. Në një ish kënaqësi për mua që të prononcohem për TV të UTA. Në një biografi që më dërgove, në një biografi të shkurtër për jetën me Gjonit, mësova shumë, por përpara se të mbërrisim atje, do të fillojmë pak ku lindi me Gjonin, cilin vet, nga cila familje, ku kaloi vitet e para të jetës dhe gjithë këtë histori tënde. Unë kam lindur në fshatin Selit, domethënë vërtet kam lindur në Katërkoll, në rrugë nëna për të lindur, kam lindur në Katërkoll, që është si qendra e anës Smalit, dhe shkollimin në fillestar, domethënë e kam bërë në Katërkoll, në shkollën fillore Bedri Lezaga. Aty, domethënë, 8 vjeçaren e kam qenë nxënës shumë i mirë, dhe më vonë kam vazhdu shkollimin në gjimnazin Vllazërim Bashkim në Ulqin, edhe këtu me Si ishin këto vite? Na tregona flet pak për ato vite, për vështirësitë e kohës. Po ka qenë kohë krejt tjetër, se ishte një interval mjaft i gjatë, por çka ka qenë kënaqësi, atëherë ka qenë që shkolla ishte pa ndisim më ndryshe se sa tani. Ka pas shumë nxënës, ka qenë diku numri deri në 1300-1400 nxënës në shkollë. Fatkeqësisht ajo sot nuk është, domethënë as 300-400 krejt. Si fillimi, si çdo fillim, fillimi është i pak i vështirë, por që me kohë njeriu e përballon edhe atë vështirësitë në fillim, edhe vazhdon normalisht që shkollat, për mendim tim që është tani vrej, domethënë niveli i shkollimit ka qenë shumë i lartë. Tani nuk mundet edhe krejt të krahasohet, se ka një edhe teknologji tjetër. Kur kemi fillu ka qenë edhe një si land, themi, edhe bukushkrimi e krejt ata tani, ata gjana nuk vrehen ma në për shkollë. Diç tjetër kemi udhëtu, se kemi pas shumë larg shkollën, kemi pas diku 1,5 kilometër shkolle. Ka pas fshatra që kanë anë nxënësit me ka 5-6 kilometra në shkollë, por domethënë kur është dëshira, domethënë përballohen edhe
vështirësitë. Po për gjimnazin, flasim pak sa ishte vështirë edhe udhtimi drejt nga Selita deri në Ulqin. Gjimnazi, në gjimnaz kemi qëndru në Ulqin, kemi banu në për, dhe më thanë, familje ulqinake këtu, dhe ka qenë ma vështirë, normal, se gjimnazi ishte në nivelli ma i lartë, dhe më thanë, ishte në shkollë shumë ma vështirë se sa shkollat tjera të mesme, dhe ishte kërkuj një dije ma madhe, kemi pas profesora shumë të mirë, kemi për herë të parë jemi taku me profesora që kanë metë si të themi kështu, si ikonat e arsimit, dhe normal që, më thanë, ka pas një nivel tjetër, dhe më thanë, shumë ma kërkim ma tepër, dhe më thanë, të nivelit të dijes, por normal gjithkush ka pas ata preferencat e veta, dikush ka qenë për gjuhë, dikush për lanë shkencore, për matematik, fizik, e këta gjëra. Po në flitni pak për metin, ku ishte po gjente veten metin Unë me për tepër veti në kam qenë ma tepër i prirur për dhe me thënë shkencat natyrore. Kam qenë matematicient i mirë, shkollën e mesme. Kam qenë kimist i mirë, atëherë fizicient, por zgjidhja ime atëherë ka qenë kur jam regjistruar në fakultet ka qenë teknologjia, edhe aty kam vazhdu dhe më thanë aty kanë qenë të gjitha këta që i përmenda fizike, kimie, matematike, tana bashkë, kështu që nuk ka qenë lehtë. Vendosni të shkoni në Zagreb për arsimimin e lartë. Na tregoni edhe për atë pjesë pak, pse kjo zgjedhje juaja Zagrebi, por edhe ky drejtim. Po, kja, dhe më thanë, ne kemi ndëgju, si thonë që edhe Zagreb mund të studiohet, por vështirë ka qenë, tanë kemi qenë të orientuar nga studimin e gjuhën am, dhe me thënë ka Prishtina, por ne kemi pas fat që unë kam pas një prind që ka qenë shumë largpamës, i cili ka dërgu para me, dhe me thënë 7 vite para me, ka qenë vllau që ka studiu mjekësin në Zagreb, dhe a ishtë banë shkaktar që ne shkojmë unë edhe djali Haxhës Sabriu, kemi shku të dy kemi studiu në Zagreb. Po mos kisha qenë ai me siguri që ne s'kishim ditë të orientohemi në atë kohë. Dhe ka qenë një me vërtet një hap shumë largpamës i primit edhe i vllaut që ne kemi studiu aty. Ka qenë shumë vështirë, ka qenë sidomos ne kemi mësu këtu në gjuhën shqipe, por mandej kroatishtja në serbisht në të kemi ditë, por atëherë kroatishtja ishte pak edhe ma ndryshe, kështu që fillimi ka qenë mjaft i vështirë. Vllau ka qenë atëherë sa ka marru studimet dhe punonte në Zagreb, dhe ajna ka ndihmu shumë se për ndryshe kemi ra nga njëherë shumë që jemi edhe demoralizu pse na nuk mundemi ma tepër di ma, se ka qenë niveli i studimit, dhe me thanë niveli i shkollimit Zagrebi është, si me thanë, është akoma sot. Është qendër universitare 400 vjeçare, dhe me thanë ka qenë shumë vështirë, por nga dalë, duke mësu, duke ndëgju vllaun që ka studiu para nesh të qytetar, edhe duke na inkuraju që të mësojmë ditë natë, se për ndryshe nuk mund t'ja arrini. Ashtu kemi fillu vitin e parë, vështirë, viti i dytë ma lehtë, mandej kur kemi fillu me dhanë provime me atëherë edhe vllau thonte që se me punë mund t'ja arrini, por duhet akoma ma tepër të mësoni. Po sa ishte vështirë edhe për një prind të shkolloj dy djem njëri pas tjetrit? Po me siguri që
Vështirësi ka qenë mjaft, po vllau atëherë veç ka përfundu, dhe më thënë ka qenë... Ka filluar puna. Ka fillu të punoj, dhe atëherë ai ka i shpërngull për Shtetet Bashkuara të Amerikës, se fatkesisht edhe në atë kohë nuk kanë qenë të mirëseardhur, dhe më thënë, dhe kuadrat të them shtu shqiptar, edhe në atë kohë nuk ka mujt të punësohet, i kanë ofruar një punë të shkojnë në kraj, ai ka pas qef që të studioj, të vazhdoj si internist, nuk i kanë ofruar as këtu, as në Tivar, dhe atëherë kur i shpërngul ai, atëherë ne kemi vazhdu aty, dhe prindë mi e kanë pas shumë shtirët edhe djali Axhës njësoj, por baba im ka qenë kamarier, ka punu 37 vjet kamarier në Katërkollë, dhe nëna është marrë me bujqësi, edhe ashtu baba gjithmonë thonte që një rrogë kam fituar, po një rrogë ka fituar edhe gruaja me bakti, me krejt, po të mbjellura. Me siguri që ata se kanë pas shumë, se kanë pas lehtë fare. Nëna ka tentu, ka një herë i thonte babait të na lënda një fëmijë, thotë këtu që të vazhdojmë na të blej një traktora, diçka që mos t'jekim zi gjithmonë shtu. Thotë ai ka ditën se ka qenë shumë përpara kështu kohës, dhe i ka thënë që të vazhdojnë të shkollën, se traktorin do blejnë vetë kur t'i kryejnë studimet. Met Gjoni ka qenë i angazhuar gjatë gjithë jetës së tij në jetën politike dhe shoqërore të shqiptarëve në Maltëzi. Ka mbajtur funksione të rëndësishme në nivel lokal dhe shtetëror, duke përfaqësuar me dinjitet komunitetin që i përkiste. Një nga kulmet e karrierës së tij ishte shërbimi si zëvendës ambasador i Malit të Zi në Republikën e Shqipërisë. Aktiviteti i tij është mishërimi për kushtimit, përvojës dhe vizionit për një shoqëri më të drejtë. Unë kur kam kryer studimet, domethënë jam punësuar fillimisht në kërpore të Ulqinit, kam qenë teknologu i parë që është punësuar, se gjithmonë teknologjia ka qenë, domethënë, dega që është preferuar në kërpore, por fillimisht, se më thanë, edhe pse e kanë kërku teknologë, kur kanë marrë vesh që është paraqit një teknologë, atëherë jo, por çka na duket e se... Kena funksionuar pa edhe kena funksionuar dhe pa teknologë. Por 16 vite. S'ka qenë problem, unë kam punu 16 vite aty, dhe më thanë, si jam punësu mas 5-6 muaj që më shkull shërbim ushtarak, edhe atë kam qenë Zagreb, shërbim ushtarak, kështu që kam qenë mjaft i lidhur për Zagreb. Mas 7-8 vjetëve kam vazhdu studimet postdiplomike, kam shfrytzuar rastin, kam marrë një pushim kur ka lindë gruaja ime, ka lindë fëmijën, aja ka shfrytzuar 1 vjet, unë i kam shfrytzuar 2 vjet tjera. Kështu që kam qenë studime postdiplomike në 88 deri në 90, atje, mandej ka kap lufta e kështu me radhë, kanë qenë më të nga kohra që themi ne mos u përsëritin inshallah, por ka qenë mjaft, si më thënë, sfiduese jeta. Por mirë, besoj se ja kemi dalë një farë mënyrë. Në vitin 1990 angazhoni politikisht dhe themeloni edhe Forumin Demokratik të Shqiptarëve në Maltëzi. Na flisni pak më shumë. Pikërisht në atë kohë unë kam qenë domethënë studime postdiplomike dhe duke jetuar në Zagreb, domethënë se unë kam jetuar në 74 në Zagreb deri në 80-ën, atëherë edhe këta 2 vjet studime postdiplomike, edhe aty ka vlu, domethënë, si më thënë, nacionalizmi kroat,
Dhe me thanë që ka qenë koha e kur veç kanë fillu, dhe me thanë, shkapërderdhja e shtetit Jugoslav, dhe aty kroat janë shumë mëdhetar, dhe aja ka inspiru, dhe me thanë, krejt atë se çka bajnë ata për shtet vetë. Atëherë ka qenë me vërtet t'jesh prezent në atë vrullin e tyre, aty më ka lindë, si më thonë, një ide që edhe ne mund të bëjmë diçka në trevat tona, megjithëse ka qenë fillimi, ka qenë, si më thonë, shumë vështirë, njerëzit janë përcjell, me çka merren, me çka majnë, kështu që kur kam ardhur këtu në Ulqin, kam thënë që diçka duhet edhe ne të veprojmë dhe kam kontaktuar shumë intelektual, edhe në Malsi, edhe në Ulqin, i kam dhënë idenë se çka kishim fillu për fillim, se nuk ka qenë si tash që ishte përpara janë përcjell njerëzit, janë kush çka flet, kush çka bën, kështu që nuk ka qenë liria që mund t'i shpallish ti, dhe me thanë krejt t'i shprehesh ata dëshirat që ke, ka qenë monizëm, ka qenë, dhe me thanë, për ne ka qenë edhe ma vështirë që diçka të nisim, diçka të re. Kjo nismë, a nuk të dha një farë frike? Po, ka qenë ashtu, por unë kam pru vendimin që do të nisim diçka dhe nuk ka pas gjatë se ka pas intelektual që kanë qenë edhe më të moshëm se unë që më kanë propozu që me vazhdu me studime, mos u merr me këta pune kështu me radhë, por unë atëherë kam kërku një sallë që të bohemi një herë diku se ka qenë vështirë, s'ke mujt më të bu kudo. Por e kam kërku që tjetë publike dhe do të shprehim mendimet tona. Kemi kontaktu Malsin atje ka pas veprimtar të shquar, një prej tyre ka qenë Gjergj Gjokaj që ka prin çdo gjë, dhe më thanë çdo aktivitet Malsi, dhe këtu atëherë kemi gjetë edhe këtu disa intelektual. Du të përmendi këto të ndjerin në Çapunin, të babën e Ilirit, po. Dhe kështu kemi nisë, dhe më thanë, kemi ba takimet paraprake këtu. Këtu jemi, dhe më thanë, mbledh, këtu i kemi bërë ata krejt ata punë në shtëpi, në këtë dhomë këtu. I kemi shkru statutin, kemi krejt rregullore të krejt se si ka me shku dhe jemi të bu dhe në sallë të madhe, dhe më thanë, kemi themelu forumin demokratik të shqiptarëve. U bë antar i kryesisë së lidhjes demokratike në Malin e Zi, Dega Ulqinit, në po të njëjtin vetë. Po, qëllimi i forumit ka qenë që të largojmë frikën intelektuale, të mos kenë frikë të bohen, të shprehim mendimet tona lirisht, dhe kur e kemi thy akullin, dhe me thanë atëherë, na kemi pas një qëndrim që ne të forumit të mbesim, dhe me thanë, besnik forumit, mos përzihemi në parti politike, që t'jetë një trup mbi partijak, që do të koordinojnë edhe partit tjera që do të themelohen, se kanë qenë të themelume veç partia liberale, kështu, por ka pas shqiptar, normal, të gjitha ata parti, dhe nuk kemi desh të përzihemi fillimisht, por koha mandej ma vonë ka evolu, kështu që nuk janë përmbajt gjitha ati vendimi që e kena marrë, dhe ma vonë jemi inkorporu në parti
politike që është kriju në atë kohë, domethënë lidhje demokratike. Ne kemi për ne atëherë nuk ka qenë domethënë me rëndësi se kush do jetë, kush do t'i pri, nuk është si tash që gjithkush qyret pozicionon veten, ne kemi menduar që idejat të hecin e kush do të jetë në kry, me siguri që nuk do të jetë problem me zgjedhjet atë njeri. Dhe ashtu kemi filluar në lidhje demokratike, kemi pas ide që mos t'i kemi njerëzit gjithë në, domethënë, 2-3 pozicione, por t'jetë një kryetar partije, dikush t'jetë kryetar komune nesër, se kemi pretenduar që do marrim pushtetin në Ulqin. Dhe aty kanë fillu, domethënë, njerëzit të jenë vehtjak, të ngulin kam, domethënë që jo, unë do të jem në këtë pozicion, në këtë pozicion, për ka 2-3 pozicione, e kështu që veç aty në 2 vitet e para, domethënë ishte pa që është një farë mënyrë është nxitu me formimin e partisë për pa i pru, domethënë, vendimet kyçe që do të ketë një njeri, do të ketë një pozicion, nuk mund do të mlojë në disa pozicione, dhe aty ne kemi desh se domethënë kemi desh ta inkorporojmë Ulqinin të tërë, nuk kemi desh që një pjesë e tjerë do i lajmë jashtë. Edhe kështu, në 2 vitet e para që kanë qenë, domethënë, edhe në parlament kemi pas deputetet tanë, dhe në pushtet lokal kanë fillu grindjet që, domethënë, nuk ka shku puna mbarë si e kemi menduar ne. Unë kam propozuar që kryetar të jetë njëri, kryetar komune të jetë një ulqinak, dikush tjetër, por nuk ka ecë ashtu. Atëherë ndryshimet brenda mosmarrveshjet janë Koha e cilit kryetar të komunës ishte në atë kohë? Ka qenë kryetari i partisë, domethënë ka qenë Mehmet Bardhi, ka qenë kryetar partije, se na fillimisht kur kemi nisë edhe në forum e kemi ofruar Mehmetin, por nuk është inkorporuar, domethënë që është ma vonë, domethënë ka ardhur, por mandej ambicet kanë qenë ashtu dhe kanë hecë punët jo krejt ashtu si i kemi menduar. Jemi munduar që t'i zbusim raportet nëpërmjet edhe të forumit. Kemi pru, si më thanë, forumi ka pru një dokument që ka qenë në atë kohë shumë i avancuar, dhe më thanë status special për shqiptarët në Maltëzi, dhe ai dokument, dhe më thanë, ka dalë prej forumit, që mandej edhe partia politike e ka mbështet, por, dhe më thanë, ka qenë prodhim i intelektualve më herët se sa ka fillu partia politike. Angazhoni edhe në themelimin e Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Kur veç nuk kemi arrit, dhe më thanë, që ti zbusim raportet, ne kemi qenë edhe në Kosovë, kemi taku presidentin e Kosovës të ndjerin Ibrahim Rugova, ka qenë Fehmi Agani, kanë ardhur këtu, janë mundu që të zbusin raportet, por fatkeqësisht udhëheqësia e atëhershme e lidhjes nuk kanë dëgjuar që të përmirësojnë, domethënë, raportet, por kanë vazhduar me kokforci. Atëherë është kriju partia tjetër politike, se edhe bile me sugjerimin e tyre që Fehmi Agani na ka thënë që këtu nuk ka më përmirësim të ju i keni aqe dallim keni që ju duhet krijoni parti tjetër, se nuk është dam që t'i keni dy parti, edhe një parti që mos se njerëzit nuk mund të mendojnë me një kryq gjithë njësoj. Dhe
kur kemi 93 kemi formu Unionin dhe ka shku puna shumë mirë, në qysh në fillim dhe më thanë kemi qenë mjaft suksesshëm dhe kemi dalë dhe më thanë edhe në 96 se kanë qenë, 96 kanë qenë zgjedhje, aty kemi fitu 2 deputet i kemi fitu ne, Unioni, njeri pa kam qenë unë, dhe më thanë deputeti i Ulqinit dhe në Malsi ka qenë Ferhat Dinosha dhe ashtu kemi vazhdu, kemi pas 4 deputet në atë kohë, kemi në fillim dhe më thami kemi pas 4 deputet në Parlamentin e Malsi. Si ndikoj ajo për Ulqinin? Po ne kemi qenë mjaft agil, dhe më thanë kemi qenë në kërkesat tona në Parlament shumë kemi avancu çështjen shqiptare dhe ka qenë koha kur dhe më thanë partia në pushtet ka fillu të zbehet, dhe më thanë ka hin grindja dhe nërmjet se ka qenë koha e Miloševićit e atit, po atëherë janë polarizu, dhe më thanë edhe në Malzi, pro Serbe, pro Malazes, si që është edhe sot, dhe aty jemi pozicionu për krahun ma reformist që ka qenë Gjukanović, edhe kemi vazhdu ashtu, atëherë kanë qenë zgjedhjet e parakohshme, kemi nënshkru dhe më thënë marrëveshje me krahun e Gjukanovićit, kemi kërku disa drejtat tona, kemi kërku njësinë zgjedhore të veçantë në Maltëzi me 5 deputet. Aty kemi haspa në kundërshtim, jo pse 4 nuk mjafton. Në atë kohë më kujtohet që kam qenë në një takim me zotin Marović, a i thotë që nuk është mjaft, po 4 jo. A i thotë veç atë që e shprehni dhe më thonë që u duket se ishtë shumë. Se ishtë shumë 4. A i thotë të caktojmë një herë trevat shqiptare dhe do shojmë se sa do të japin ata, se 6.000 votues kanë qenë për një pozicion të deputetit dhe ka dalë mandej doli aja që patëm morën 5 deputet. U tërgu që, dhe më thanë, kena qenë në drejt që ne në takon ma tepër se 4 deputet, por fatkeqësisht mandej ka vazhdu, dhe më thanë, partia në pushtet DPS-i ka vazhdu që të luftoj brenda për brenda, dhe më thanë, elektoratin ton, që të marrin edhe ata deputet në trevat tona, aja ka që se na, kur e kemi përkrah, dhe më thënë pa rezervë, atëherë aja nuk ka pas nevoj që të kërkoj edhe votën e shqiptarve, se na veç kemi qenë koalicion bashkë, kemi pas marrëveshjen e nënshkruar. Por ashtu kanë vazhdu, nuk ka qenë, dhe më thënë, rregull nga ana atyne, por ishtë tregu fundi që ka përfundu, kështu që ka përfundu e shihni që ta polarizimet janë kriju përsëri dhe pozicioni jonë ka qenë, dhe më thanë, ma vonë ka ranë në 2 deputet, një parti, një deputet tjetër, një, dhe më thanë, prej në 4 kemi ra, kurs kemi pas mandej ma tepër se 2 deputet. Gjatë periudhës që ishit deputet, angazhoni edhe në radio televizionin e Malit të Zi. Unë kam qenë në këshill drejtues të radio televizionit dhe aty ka qenë edhe aty polarizim, aty ka qenë, po të dëgjosh në atë kohë, dhe më thanë, televizionin e Malit Zi ka qenë njësaj si televizioni Miloševićit, si në Serbi, dhe ky krahu tjetër që e kundërshtonte një farë mënyre, donte nërime në drejtim dhe ka qenë vota jonë, ka qenë, dhe më thanë, vendimtare që ka kalu televizori në anën e këtij grupit të reformist, dhe më thanë, kur se ka qenë krejt, dhe më thanë, televizioni pro-serb, kundër edhe malazezve, kundër gjithë, dhe
ja kemi arrit që... Ishte koha kur e thyet. Po, dhe mandej kemi avancu shumë aty, edhe kemi shfrytzuar rastin që në emisionin gjuhën shqipe ta zmadojnë, domethënë e orarin në për çdo ditë të ketë lajme dhe të ketë kjo kronika që është edhe tash. Sa vite ishit të angazhuar në këtë profesion? Aty ka qenë derisa kam qenë deputet, as ka qenë, nuk ka qenë Jo, gjatë, por ma vonë ka vazhduar, domethënë se ju e dini se ky krahu në Promalazes ka vazhduar deri në vitin 2020 në pushtet. Dhe ashtu ka qenë, por me siguri që sot mund bëhet edhe më tepër për informim gjuhën shqipe, duhet shumë më tepër na takon, ne kemi edhe kanalin ton special, siç e kanë serbët, për shembull një grup i vogël serbësh që jeton në Kosovë kanë kanalin e vet të veçantë. Edhe atëherë ish fol për një kanal të veçantë për pakicat në Malzi, por nuk është realizuar. Nga vitin 1998 deri në vitin 2008 sekretari i përgjithshëm i UDSH-s, Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Po, unë kam qenë sekretari i përgjithshëm që është në fillim, domethënë të themelimit të Unionit. Kemi avancu mjaft çështjet domethënë drejtat të shqiptarëve, se ata nuk kanë mujt të bajnë pushtet pa ne, dhe mirë ka shku një farë mënyre, por në anën tjetër, është lanë, trevat shqiptare janë lanë pas dore në zhvillim, janë shfrytzu, domethënë jo, kanë qenë edhe kuadrat pa përgatitur, nuk është regjistru prona, ka met prona prej pronët komunës, kur si është bërë regjistrimi me kohë, domethënë ka kaluar në pronë shtetërore, janë bërë privatizimet që prej cilave edhe pushteti lokal ishte desh t'i takojnë nga i privatizim domethënë diçka prej krejt atyre të holla që janë privatizu. Ulqini ka qenë ndoshta i vetmi që nuk ka marrë kur gjë, kinë se jeni vonu me regjistrime, kështu me radhë, ata krejt kanë qenë farës se ata gjana nuk kanë pas nevojë të ndodhin, se edhe ish bën një gabim pushtetit lokal, se kur hin kuadrat që nuk kanë qenë përgatitura për atë punë, atëherë janë bërë dhe lëshime me siguri, por po të kishte qenë pushteti i drejtë, domethënë ka mujt të sugjerohet pushtetit në urqinë që regjistroni pronat, e jo me prit ka skadu tash nuk mundni të merrni pronat mbrapa. Nuk mund të merrni kur gjë as për privatizimit as. Pa një paralajmërim ose. Po. Në drejtori radio Ulqinit në vitin 2000. Po, unë kam shku aty si kuadër i Unionit. Radio ka qenë mjaft, domethënë lanur mrapa. Unë jam angazhu, kam pas, domethënë, përvojnë në këto domethënë organizime e gjana, kemi bërë një reformë në radio aty, kemi avancu mjaft, kemi arrit 50% që ndoshta të financohemi vetë, domethënë prej programeve tona, prej projekteve që kemi realizu projekte, unë kam shkruar vetë projekte, domethënë unë me zonjën time kemi bërë këto projekte bashkë, drejtat e gruas, drejtat e njeriut, dhe kemi, domethënë, atëherë ka qenë Soros, ka qenë ai që i ka përkrah, ata kemi konkuruar dhe kemi fitu mjetet me të cilët kemi realizuar, edhe sot në arkivin e Radio Ulqinit janë domethënë incizimet që janë bërë me personalitetet më të larta, domethënë të shqiptarëve në Maltëzi, edhe jashtë Maltëzi, edhe domethënë edhe Malazes kemi pas projekte që kanë marrë pjesë kemi intervistu njerëz që kanë qenë
për shembull, më kujtohet në atë kohë e shkel shkolla e muzikës, unë kam marrë në dekanin e Akademisë Muzikës Senat Gaçević, ka qenë atëherë dekan, e kemi pas në radio, mysafir, një orë, kemi pas çdo ditë, kemi pas emision mysafir në studio, dhe ashtu, dhe më thanë, janë gjanat ma të rëndësishme që kanë qenë për qytetin, kanë kaluar në për radio. Sa vite si drejtor në radion e Ulqinit? Kam nej aty mjaft vite se nuk kishte diçka që se deputet s'kishin vetëm nuk ishte ma, fillon me depërtu edhe partit promalazeze, u polarizu edhe elektorati, kështu që në përgjithësi unë kam tentu sa kam qenë aty, kam tentu që të jepet rinis, të jepet kohë, ta shfrytëzojnë kohën, kemi pas rini kanë kalu mjaft rinë për radio, që kanë ardhur dhe kanë bërë emisione prej shkollave, prej shkollës mesme, prej shkollës fillore. I kemi stimulu një farë mënyrë, kemi pagu ka diçka që të hinë qef atë të kenë vullnet që edhe ashtu disa prej atyne gocave që kanë qenë, më thanë janë ma vonë janë ba dhe më thanë në atë drejtim edhe gazetare e kështu me radhë. Nga viti 2008 deri 2012 ndoshta mos është kjo një ndër arritjet më të mëdha si zëvendës ambasador i Malit të Zi pranë ambasadës së Shqipërisë. Po, unë kam qenë po nuk është, si tonë, në atë fillim ka qenë e arritje shumë e madhe, shumë e madhe ndoshta sot kur e kthyer ndoshta edhe nuk duket ashtu, por të shkoj një kuadër, domethënë prej Partisë Nacionale në atë post ka qenë mjaft avancim, domethënë në atë drejtim, dhe atje kemi kalu domethënë shumë mirë, na kanë jemi prit nga shteti shqiptar shumë mirë, kemi bashkëpunu, kemi marrëdhëniet kanë qenë nivel shumë të lartë, domethënë se atëherë ka qenë edhe pavarësia e Kosovës, është Malizi ka pranu pavarësinë e Kosovës, kemi bashkëpunu edhe me, domethënë edhe me ata të Kosovës, atje shpesh kemi shku edhe prej Tiranës në Kosovë, dhe mund t'ju them që aty ka qenë një diplomat i domethënë i karrierës, domethënë një Malit Zi, që ka qenë për shumë vende, domethënë edhe në New York, ka qenë ambasador edhe kur ka qenë edhe shteti Malizi Serbi, qysh atëherë ka qenë diplomat. Në kohën e Jugosllavisë. Edhe ai ka qenë shumë me përvojë dhe bashkë ne kemi asë unë, më thanë, si jemi ndakur, kemi avancu shumë gjana, më thanë, edhe në lamin e turizmit dhe kështu me radhë. Në vitin 2012 emëroni edhe nën kryetari i komunës së Ulqinit. Po kur e kam kena përfundu mandatin, domethënë unë kam mujt të qëndrojnë pranë Ministrisë Punëve të Jashtme, por gjendja, domethënë familjare këtu, unë kam jetu këtu me nënën time, nëna ime ka jetu me nesën, fatkeqësisht ne kemi gjithë jashtë, domethënë, kështu që nëna ka jetu deri në moshën 98 vjeçare, domethënë me ne, ka qenë një sakrificë që është desh të bajmë dikush, më ka taku mu, kur kemi shku në
familjarisht që kemi shku në Shqipëri, nëna nuk ka mujtë. Ju detyroni përgjatë... Dhe unë mas një viti, domethënë, gruaja ime dhe tanë fëmijë kemi qenë atje, dhe nëna ka qëndru dhe kohë këtu, edhe ardesh gruaja ime është kthy domethënë prej Shqipërisë, e ka jetu këtu, është kthy pikërisht për të qëndru. Përveç angazhimeve në politik dhe administrat, me Gjoni ka ndërtuar edhe një jetë të qetë dhe të përmbushur familjare. Ai është baba i 4 fëmijëve, të cilët së bashku me bashorten e tij kanë arritur t'i edukojnë dhe t'i mbështesin në çdo hap të rrugtimit të tyre. Megjithse të dy kanë pasur angazhime të shumta profesionale, asnjëherë nuk kanë lënë anash për kushtimin ndaj familjes. Të 4 fëmijët e tij janë të shkolluar dhe të suksesshëm në fusha që kanë zgjedhur, duke reflektuar kështu vlerat dhe përkushtimin që kanë marrë në shtëpi. Një moment i veçantë që thekson Meti në këtë bisedë tonën është lindja mbesës së tij, ku thekson se ky titull si gjysh për të është më i rëndësishmi nga të gjithë titujt dhe arritjet e veta. Unë kam pas fat që kam pas shoqen, më thënë, pedagoge këtu në gjimnaz. Aja ka qenë ekonomiste e diplomuar, por duke mos pas ekonomi, dhe më thënë, tu diçka, atëherë është punësu si mësimdhënëse në gjimnaz, dhe pjesën më të madhe e ka udhëheq gruaja, do të thotë se unë kam qenë shumë i nxënët politikisht, dhe ja kemi arrit, unë besoj se ka mund, po mos kishte qenë ndoshta angazhimi aq i madh, ndoshta kemi mujt edhe më tepër të përkushtohemi fëmijëve. Kështu që unë kemi 4 fëmijë, domethënë 2 djem e 2 vajza. Vajzën e madhe kemi është pianiste, po dhe ka magjistru, domethënë në Gjermani, në Karlsruhe. Ka 2 master, mandej ka jetu disa vjet në Gjermani, tash është në Belgjik, ka kryer studimet globale evropiane dhe ka punu disa kohë pranë Parlamentit Evropian. Tash punon në Carnegie Institut Meseli në Washington, dhe aja ishte, si thonë, aja që na ka ngrit, ka qenë shumë e avancuar për muzike, për kështu në përgjithësi, ka qenë gjithmonë në shkëlqyer, dhe ashtu ka vazhdu edhe sot jeton atje. Gjysh jeni bërë akoma? Po, jemi bërë gjysh, e kemi një djalë që jeton në Herceg Novi, domethënë Porto Novi, dhe ka shoqen e ka nga Tirana, dhe jemi ba gjysh, kemi një gocë, Hana, një gocë të vogël. Si është kjo ndjesi? Është e pa përshkrueshme, nuk beson njeriu se kur e kam pasur çka është, thash qenë ka mirë me qenë edhe gjysh. Se thonë që fëmijë duhet edhe më tepër se më shumë se fëmia vet, po. Se fëmia vet. Të shumtën e kohës e kaloni në Selit, në fshatin edhe ku lindet. Po, unë për veten time, unë me vërtet kam kënaqësi që jam në atë fshat, kur të keni ndonjëherë kohë, dhe thënë që të vizitoni, të shifni edhe atje se çka kemi bërë, dhe atë çka e kemi pas dëshirë, dhe më thënë tani jem duke realizuar atje, mas vështirje ka shoqja ime që duhet të mbajmë në farë mënyrë të dy shtëpi, dhe aja për çdo ditë udhëton, ka rrin këtu ka një herë edhe përgatit edhe këtu dhe i gjatë, dhe më thënë mban shtëpinë, dhe kështu me radhë, nuk e di që si thonë mos qosha në kurën e saj, sa për ashtu, por nuk e ka lehtë. Me të faleminderit shumë për këtë bisedë që kishim sot,
Mendoj që të shumtën e veprimtarisë tënde dhe të jetës tënde e kemi përfshirë në këtë emision. Faleminderit juve, unë jam një farë i kënaqur me faleminderit për ju shumë. Faleminderit edhe një herë edhe juve, falenderojmë atje dhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që vazhdojnë dhe qëndrojnë besnik, jo vetëm në këtë minutash që kishim sonde, por edhe në emisionet tjera që kemi lënë pas. Ne takohemi javën e ardhshme në orën 8:30 në po të njëjtin ekran me mua Jonida Trume.